Të nderuar dëgjues, krijues dhe poet të kombit, ja ku jemi përsëri dhe pikërisht në ditën botërore të librit. Në këtë ditë të shënuar, pra në ditën botërore të librit, Radio Sibilat e Veriut ju fton me dashuri një mbrëmje të veçantë poetike dhe shpirtërore, ku fjala artistike bëhet dritë, frymëzimi dhe bashkimi i zemrave tona. Emisioni special Frymëzimi etnisime në varg me art dhe letërsi vjen si një festë e bukur e shpirtit krijues, një hapësirë ku libri nderohet, poezia me frymë dhe kultura jonë lartësohet. Në këtë ditë feste nuk mund të mos ndalemi me respekt dhe përulësi nga largimi nga kjo botë i kolosit të letërsisë shqipe Recep Qosja. Vepra dhe mendimi i tij do të mbeten për herë dritu dhe rrëfyese për brezat që vinë. Kujtimi i tij sot na bashkon në heshtje dhe me mirënjohje. Ju përshëndesim të gjithëve dëgjues të dashur, kudo që ndodhen, duke ju uruar nga zemra këtë ditë të shenjtë të librit. Tema e emisionit të sotëm është ora poetike, të drejtuar nga unë Gëzima Igeraj, zonja Prenda Sejdia dhe zonja Angelina Pecaj. Ftojmë të gjithë poetët dhe krijuesit që të bënë pjesë e kësaj mbrëmje magjike, duke sjellë poezitë e tyre kushtuar librit apo sipas frymëzimit personal. Ky program i dedikohet me dashuri të gjithë dëgjuesve tanë, një pjesë e çmuar e gjallë e kulturës shqiptare. Radio Sibilat, zëri i kulturës dhe identitetit tonë, ju mirëpresim të udhëtim poetik ku fjala bëhet festë. Mirëmbrëma zonja Prenda dhe mirëmbrëma zonja Angelina. Mirëmbrëma zotëzim. Mirëmbrëma të nderuar dëgjues të Radio Sibilat e Veriut, mirëmbrëma të dashur poet, mirëmbrëma dashur shkrimtar, të ri, të vjetër. Kudo që ndodheni brenda jashtë adresës, është vërtet një ditë e bukur për të shënuar, për të kujtuar, për të folur, për të frymëzuar, pasi në ditën botërore të librit ne, ju, gjithkusht tjetër, çdo njeri ka vend, ka të drejtë, ka mundësi të flasë, ka mundësi të bëjë një punë të mirë. Është kënaqësi që sonte në këtë sofër jemi 3 moderator tashmë. Unë po i them mirëmbrëma edhe mikes time, Angelina Pecaj, mirëmbrëma Angelina, mirë se vjen. Mirëmbrëma zësht Prenda. Mirëmbrëma Angelina. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Fjala për ty, për të përshëndetur. Mirëmbrëma kolegët e mi, po jo s'kam kolegë tani, me gjithë gëzimin nuk punoj për të drejt, po bëjmë në mënyrë figurative kolegë jemi tash. Pa, kolegë, por ma tepër se sa kolegë unë jena kolegë që duam arte, që duam poezinë, që duam letërsinë. Dhe kjo gjë besoj që na ka bashkuar të tre në pikë ku jemi. Pavarësisht asaj marrëdhënies punë me ju zë Prenda. Mirëmbrëma ju të dashur dëgjues të Radio Sibilat e Veriut. Shpresoj që të jetë një emision sa më i këndshëm për ju dhe sa të pak ndërgjegjësimin për sa i përket rëndësisë të falit të bre. Duke pa ditën botërore të librit, jo vetëm si një ditë sa me bën 3-4 foto në një aktivitet apo në diçka, po e dhënë tamam rëndësinë që ka vetë kjo ditë, pasi nuk do ta shohim vetëm si dita botërore e librit, por edhe dita botërore të drejtës së autorit. Se shpesh disa libra kanë vetë pa autor, por ka edhe autorë të cilët kanë vuemrin e tyre aty në për libra dhe e drejta nuk ka qenë vetë e duhur. Prandaj kjo dita botërore e librit dhe drejtës së autorit ka disa arsye sepse festohet. E para besoj unë që është promovimi i leximit. Sa më shumë të promovojmë, aq më shumë mund të nxisim kënaqësinë e të lexuarit tek fëmijët kryesisht, por edhe tek rriturit. Mund t'i inkurajojmë të rinj që zbulojnë kënaqësitë që sjell leximi, por edhe dobishmërinë që ka qoftë në vlera
shpirtërore, por edhe në aspekte profesionale. Duke pa librin si një derë të hapet për një kuri të reja, për një nxitje imagjinate, apo për perspektivat e sardhmes. Arsyeja e dytë është se kjo ditë e ndjell edukimin për rëndësinë që kanë librat. Librat luajnë një rol thelbësor për edukimin, kulturën dhe zhvillimin personal. Dita botërore e librit shërben si një kujtesë për vlerën e tyre të patjetërsueshme. Dhe pikërisht për ditën botërore të librit. Angelina, unë të përgëzoj edhe për aktivitetin që sot i ke zhvilluar me nxënës në kushte shumë të mira, shumë e përgatitur, me slider, me figura, me shkrimet nga më të ndryshmet për të cilët ajo mbjell dije tek fëmijët, i bën ata të frymëzohen dhe ta shohin librin me një sy tjetër. Edhe vërtet je për të përgëzuar. Faleminderit Angelina, dhe pikërisht për ditën botërore të librit, zonja Prenda do të na i thotë disa fjalë në këtë emision. Po, faleminderit. Dita botërore e librit. Ideja për kultimin të ditës botërore të librit e ka origjinën e vet në Spanjë, në zonën e Katalonias, ku atij që blinte një libër i dhurohej një trëndafil. 23 prilli është e shpallur si dita botërore e librit me 15 nëntor të 1995-s me një rezolutë të UNESCO-s, pasi e morën në konsiderat faktet se libri ka qenë historikisht instrumenti më i fuqishëm i shpërndarjes njohurive dhe mjeti më efikas për të siguruar ruajtjen e këtyre njohurive, se çdo nisëm për promovimin e librave të rinj është një faktor i pasurimit kulturore të tjerë. Me 23 prill të vitit 1616 hunda nga kjo botë Cervantesi, Shakespeare dhe Garcilaso de la Vega, i biquajturi Inca. 23 prilli shënon edhe lindjen ose vdekjen e shkrimtarëve të tjerë si Maurice Druon, Laxness, Vladimir Nabokov, Josef Pla dhe Manuel Meja Vallejo. Kjo është arsyeja për të cilën kjo datë do me thënë se për letërsinë universale është të caktuar nga konferenca e përgjithshme e UNESCO-s për të bërë homazh botëror librit dhe autorëve të tij për të inkurajuar të rinjt që të zbulojnë kënaqësinë e lexuarit, si edhe për të respektuar kontributin e pazëvendësueshëm që kanë dhënë krijuesit në progresin social dhe atë kulturor. Faleminderit zonja Prenda, faleminderit shumë, dhe pikërisht pra kësaj dite sot pra i bashkohet edhe një kolos i letërsisë shqipe i cili u largua pikërisht në këtë ditë. Dhe tani mo atyre emrave që lexoi zonja Prenda pra i shtohet pra në ditën botërore të librit edhe vdekja e kolosit të letrave shqipe, ikonës të letrave shqipe, siç e quaj unë, Recep Qosjes. Shpesh i quajtur dhe babai i letërsisë. Sigurisht ne shpesh e kemi quajtur edhe babai i kombit në letërsi, pra faleminderit shumë në kujtesë. Zonja Angelina, do na flisni ju pak për rëndësinë e ditës botërore të librit. Në këtë pikërisht në këtë ditë kam edhe në sipër përveç promovimit të dëshirës për shoqëri dhe ndjelljes në ndërgjegjësimit për librit, kemi edhe faktin të respektojmë kontributi i autorëve dhe shkruesve. Në këtë ditë ndërohet puna atyre që krijojnë e bëjnë libra të disponueshëm për publikun. Kjo ditë thekson rëndësinë e drejtës së autorit për të mbrojtur krijimtarinë dhe për të siguruar një kujtim të shëndetshëm votimi. Sepse në gjykimin siç thot Shakespeare në një vend, çdo bir nëna që ka lindur ka të drejtë të dashurojë, do të them çdo person që shkruan një varg ka të drejtë që të votohet dhe të lexohet. Gjithashtu në këtë ditë festohet libri, si një urë lidhëse midis dijes dhe personave të cilët e duan me marrë. Promovohet mirëkuptimi, toleranca dhe dialogu ndërkulturor, dhe me anë tyne hallkave ne mund të kemi një shoqëri sa më të shëndetshme. Se në qoftë se ne nuk e lexojmë
njëri tjetrin nga vende të ndryshme, shtete të ndryshme, nuk arrim as kemi një të qina të dijes dhe kulturës që ne përfaqësojmë. Gjithashtu inkurajohet pasje në dije. Në ditën botërore të librit theksohet nevojë për të siguruar që sa më shumë njerëz të kenë qasje në libra dhe burimet e informacionit. Pasi sot ne e dimë që është informacioni e Zoti botës, nëse mund ta quajmë kështu. Faleminderit Angelina, të nderuar dëgjues dhe shikues të podcastit tonë, me që sot pra iku edhe ikona e letërsisë shqiptare, pra babai i kombit, ne kemi quajtur shpesh Kosovë, Recep Qosja, për nder ti, neve si botuese dhe sepse kemi botuar para 3-4 muajve komplet në shumë shkenime të tia, pra gati e gjithë metafora i është përkushtuar ati, si që po e shihni edhe në profilin tonë, dhe neve na mbetet vorë që sot atë ta kujtojmë përmes një shkrimi që tani më kemi postuar edhe në Facebook, dhe ne do ta lexojmë pra pikërisht përpara juve këtu. Megjithëse pak do zgjatemi kohë, do të përpiqem që edhe me gjithë zërin që kam të lodhur nga gripi, do të përpiqem të jap maksimumin për ta lexuar të shkrim. Sot në ditën botërore të librit, iku nga kjo botë ikona e letërsisë shqipe Recep Qosja. Sot, në një ditë që njerëzimi i përkulet librit si tempull i kujtesës dhe i shpirtit, fjala shqipe humbi një nga zërat e saj më të thellë. Ikja e Recep Qosës nuk është vetëm një largim fizik për një qarje e heshtur në ndërgjegjen kulturore të një kombi që jeton përmes fjalës. Në këtë përkim të dhimbshëm, dita botërore e librit dhe shuarjes së kolosit të letrave, koha duket sikur ndalet për të reflektuar mbi vete kuptimin e ekzistencës dhe të krijimit. Revista Metafora, e cila pati nderin ta botoj në numrin e saj të 40, e përjeton këtë humbje si një pikëllim i thellë, sepse ajo e njeh më mirë se kushdo se fjala është thjesht mjet, ajo është frymë. Siç thuhet në filozofinë e saj editoriale, fjala lind nga parzma e shpirtit dhe shpesh kërkon sakrificë të plotë. Në këtë kuptim, jeta e Recep Qosjes ishte një akt i gjatë flijimi për fjalën, për të vërtetën dhe për ndërgjegjen kolektive. Ai nuk shkroi për të qenë i përjetshëm, ai shkroi sepse nuk mund të mos shkruante. Vdekja në këtë rast është një fund, por një kalim në një dimension tjetër të qenjes, atë të kujtesës. Në filozofinë ekzistenciale njeriu jeton aq sa mbahet mend dhe kuptohet. Recep Qosja tani më nuk është me trup, por është me ide, është kritik, është ndërgjegje që vazhdon të sfidoj. Ai përkiste atij lloji krijuesi që nuk pranon realitetin siç është, por ai çmonton atë për ta rindërtuar në të vërtetën e tij më të thellë. Letërsia, siç e përkufizon edhe vetë fryma e metaforës, nuk është luks, është nevojë shpirtërore. Dhe në këtë nevojë Qosja ishte një dritë që ndriçonte kontraditat e kohës sonë. Ai nuk ishte vetëm shkrimtar, por një filozof i jetës shqiptare. Një njeri që e kuptoi se e keqja nuk është vetëm jashtë nesh, por edhe brenda njeriut. Kjo vetëdije e bën veprën e tij universale dhe tragjikisht njerëzore. Ironia më e madhe e historisë është se shpesh gjeniit kuptohen plotësisht vetëm pasi i largohen. Por filozofia e nderimit të gjallë, e përmendur në materialin e metaforës, na kujton se shoqëria e shëndetshme nuk pret vdekjen për të njohur madhështinë. Në këtë kuptim, ikja e Qosjes është një pasqyrë për ne. Sa dim të vlerësojmë ata që mbajnë mbi supe peshën e mendimit. Në fund, mbetet pyetja filozofike. Çfarë është vdekja për një shkrimtar? Ndoshta ajo është vetëm një heshtje fizike, ndërsa fjala vazhdon të flasë. Ndoshta ajo është një rikthim në burimin e asaj që gjithmonë kërkoi, të vërtetën sepse fjala e shkruar me shpirt nuk vdes. Ajo shndrohet në ndërgjegje kolektive. Por kjo ikje kërkon më shumë se dhimbje.
Ajo kërkon reflektim të thellë, se fjala është një akt sakrifice, atër jeta një shkrimtari është një altar i përhershëm ku digjen iluzionet dhe lind e vërteta. Regjepqosja ishte pikërisht ky altar, një vend ku përplaseshin historia, politika, etika, filozofia për të krijuar një të vërtetë që shpesh është e dhimbshme, por gjithmonë e nevojshme. Në veprën e tij, njeriu nuk është hero i pastër dhe as viktim absolute. Ai ishte një qenie ndërlikuar, e mbushur me kontradita, me dobësi dhe me një etje të pashuar për kuptim. Kjo është ajo që e bën letërsinë e tij të pavdekshme. Ajo nuk jep përgjigje të lehta, por hap pyetje të vështira, dhe pikërisht këto pyetje qëndron filozofia e tij më e thellë se jeta është zgjedhje, por një kërkim. Në këtë kuptim vdekja e tij nuk është mbyllje, por vazhdimi i këtij kërkimi në një formë tjetër, sepse çdo lexues që hap një libër e ringjall atë në mënyrën më autentike të mundshme. Kështu ai bëhet i pranishëm në mendjen dhe shpirtin e çdo brezi të ri që kërkon të kuptojë veten dhe botën. Në filozofinë e kohës ekziston ideja se njeriu jeton në dy dimensione, në kohën fizike dhe në atë simbolike. Koha fizike ka fund, por koha simbolike, ajo e veprës, e mendimit, e ndikimit është e pafundme. Regjepqosja tani më i përket kësaj kohe të dytë. Ai nuk është në kalendar, por në ndërzgjedhje. Revista Metafora, me filozofinë e saj për fuqinë transformuese të fjalës, e kupton më mirë se kushdo këtë kalim. Sepse fjala nuk është më vetëm pasqyrë e realitetit. Ajo është forca që ndryshon atë. Dhe qosja ishte njëri ndër ata që përdori këtë forcë me ndershmëri intelektuale dhe guxim të rrallë. Në këtë botë ku shpesh fjala banalizohet e rikthehet dinitetit të saj, ai e trajtoi fjalën si një besë, si një përgjegjësi morale ndaj të vërtetës. Dhe kjo është ndoshta trashëgimia e tij më e madhe. Jo vetëm veprat që la pas, por mënyrë se si e shkroi atë, me integritet, me përkushtim dhe me një ndjenjë të thellë përgjegjësie ndaj lexuesit dhe ndaj historisë. Në këtë pikë, dhimbja jon merr një dimension tjetër. Ajo nuk është vetëm humbje, por edhe detyrim. Detyrimi për ta ruajtur, për ta lexuar dhe për ta kuptuar veprën e tij. Sepse një shkrimtar nuk vdes, vetëm kur largohet nga jeta, por kur harrohet dhe kur harresa është forma më e rëndë e vdekjes. Prandaj sot nuk duhet vetëm të vajtojmë, por edhe të premtojmë se fjala e tij do të vazhdojë të jetojë, se mendimi i tij do të vazhdojë të sfitojë dhe se letërsia shqiptare do të vazhdojë të ushqehet me trashëgiminë e tij. Në fund të fundit, ndoshta kjo është kuptimi më i thellë i kësaj dite të dyfisht. Dita botërore e librit dhe dita e largimit të një ikone, libri na mëson se asgjë nuk humbet vërtet, por sa kohë që ruhet kujtesë dhe në fjalë. Dhe regjepqosja tashmë është pjesë e këtij universi të pavdekshëm. Sot në të ditë ne nuk themi vetëm ai iku, ne themi ai u bë fjalë. Dhe fjala, siç na mëson filozofia dhe siç e dëshmoi jeta e tij, është forma më e pastër e përjetësisë. Dhe për fund, disa fjalë ngushëllimi. Në këtë çast të rënd për letërsinë dhe kulturën shqiptare, mbetet të gjejmë ngushëllim, jo vetëm në dhimbje, por në vetë madhështinë e asaj që ai e la pas. Humbja e regjepqosjes është e madhe, por edhe trashëgimia e tij është po aq e madhe. Një trashëgimi që nuk shuhet, por vazhdon të jetojë në çdo fjalë të shkruar, në çdo mendim të thellë dhe në çdo ndërgjegjje që zgjohet nga leximi. Ngushëllimi ynë më i madh është se figurat të tilla nuk zhduken kurrë. Ato shndrohen rrethys të heshtur për brezat që vinë. Ai iku nga kjo botë, por la pas një univers mendimi dhe arti që të jetoj në kohë, i përjetshëm në fjalë dhe kujtesë, i paruar qoftë kujtimi për regjepqosjen. Unë do i shtoja 2-3 fjalë këtu, kam pas fatin që në vitet 90-ta, kur mungonte bashkëpunimi dy akademive tona dhe mungonin projektet për çlirimin e Kosovës, ne i patëm votuar këtu në Zvicër
në fakt në një vend të Evropës perëndimore, sepse nuk mund votohej më në Kosovë, librin Çështja shqiptare, historia dhe politika. Dhe për promovimin e tij e patëm ftuar edhe këtu në Zvicër, dhe më ra rasti që t'i shtroj disa pyetje. Cili është bashkëpunimi dy akademive tona shqiptare, pra asaj të Kosovës dhe të Shqipërisë në atë kohë, po flas për 91-95. E tha shumë hapur. Nuk ka kur far bashkëpunimi. Dhe pyetja e dytë që ishte, sepse ne ishim edhe në promovim të librit të tij, pyetja e dytë, cili është programi për çlirim kombëtar? Dhe tha se fatkeqësisht nuk kemi programe për çlirim kombëtar. Por ai na pati për lakmi organizimin e diasporës atërshme, dhe kjo lakmi sikur më vonë na udhëzoi neve që ne të shtrëngonim radhat tona dhe të bënim projektet tona, të vazhdonim me përpjekjet tona për çlirimin e Kosovës. I përjetshëm edhe një herë qoftë kujtimi për Recep Qosin, unë kam pas fatin që para 4-5 muaj ta botoj në metafora për herë të fundit, sepse vetë Qosja shpesh edhe nuk ka pranuar të jetë nëpër gazeta, mirë po me ndërmjetësimin e një mikut tim, Begzat Baliut, profesor doktor, që e falenderoj, pra sikur shprehu një dëshirë dhe pranoj që ai të botojë në metafora dhe unë pata nderin që ta botoj komplet një pjesë të krijimtarisë së tij dhe veprës së tij në revistën letrare Metafora numrin 40. Ju falenderit, miq të nderuar që patët durim na dëgjoni dhe tani më jap fjalën zonës Prema Sejdia. Faleminderit. I përjetshëm kujtimi për Recep Qosin, një njeri që vërtet atë që ka thënë para 35 vitesh ende qëndrojnë fatkeqësisht edhe sot. Rëndësia e librit në zhvillimin e një shoqërie. Libri luan një rol themelor në zhvillimin e një shoqërie duke ndikuar në disa aspekte kyçe. Hapja e dijes dhe kulturës. Librat janë depozitar të dijes, historisë, shkencës dhe kulturës. Ata mundësojnë transmetimin e njohurive nga brezi në brez, duke ruajtur trashëgiminë kulturore dhe duke nxitur zhvillimin intelektual, formimin mendimit kritik dhe kreativ. Duke ekspozuar lexuesit në ideve dhe perspektivave të ndryshme, librat stimulojnë mendimin kritik, analizën dhe aftësinë për të formuar opinionet e informuara. Ata gjithashtu nxisin imagjinatën dhe kreativitetin. Zhvillimi i gjuhës dhe komunikimit. Leximi i librave ndihmon në zgjerimin e fjalorit, përmirësimin e gramatikës dhe zhvillimin e aftësive të shkrimit dhe komunikimit në tërësi. Një shoqëri me aftësi të forta komunikimi është më e aftë të bashkëpunojë dhe të përparojë. Nxitja e ndjeshmërisë dhe mirëkuptimit. Librat shpesh ofrojnë portrete të jetëve dhe përvojave të ndryshme, duke ndihmuar lexuesit të zhvillojnë ndjeshmëri, empati dhe mirëkuptim ndaj perspektivave të ndryshme kulturore, sociale, individuale. Inspirimi dhe motivimi. Shumë libra frymëzojnë individët të ndjekin ëndrat e tyre, të kapërcejnë sfidat, të kontribuojnë pozitivisht në shoqëri. Historitë e suksesit, biografitë dhe veprat motivuese mund të jenë burime të fuqishme për ndryshimin personal dhe kolektiv. Dokumenti i historisë dhe progresit. Librat shërbejnë si dëshmi të zhvillimeve historike, shkencore dhe sociale. Ata dokumentojnë arritjet, dështimet dhe mësimet e skaluarës, duke ndihmuar shoqërinë të mësojnë dhe të ecë përpara. Një përmbledhje e libri është një shtyllë e rëndësishme e zhvillimit një shoqërie të shëndetshme, të informuar dhe progresive. Ai fuqizon individët, forcon lidhjet sociale, siguron vazhdimsinë e dijes dhe të kulturës. Faleminderit zonja Prenda. Zonja Angelina, sa vlerësohet dhe sa lexohet libri sot? Nga një këpëtimi përgjithshëm të gjuhës jam, pavarësisht tendencës të librit digital, pavarësisht
gjithë bunkit që nxënësit kanë, po flas pra si zy. Shoh që ka nxënës që lexojnë, ka nxënës që e duan vërtet kontaktin fizik por të flasim për disa vlera që ka libri sot, pavarësisht tendencave që ka për braktisjet e librit fizik. Vlerat e librit do t'i shohim si burimi i dijes dhe i argëtimit që mbetet në një nivel shumë të lartë. Librat vazhdojnë të jenë një burim i rëndësishëm për të mësuar, për zgjuar horizontet dhe për të argëtuar. Shumë njerëz e vlerësojnë thellësinë dhe kompleksitetin që mund të ofrojë një libër, si dhe përvojën unike që kanë gjatë leximit, sepse secili person ka një përvojë të ndryshme në leximin e të njëjtit tekst që mund të bëhet. Gjithashtu do shohim që rëndësia e librit në edukim është e padiskutueshme. Pavarësisht anës litore dhe formale që kena me librat shkollor, librat do t'i shohim edhe ato jashtë si mjete kryesore, qoftë për shkolla, qoftë për universitetet, duke ndihmuar në zhvillimin e aftësive të leximit, por mbi të gjitha të mendimit kritik. Dhe këtu duhet të ngulmu shumë stili profesionist që jo vetëm të lexojnë grafemat, t'i përkthejnë fonema apo në leksema, po duhet që t'i shtyjmë nxënësit tek nxitja e mendimit kritik. Do të shohim që libri ka rëndësi kulturore. Librat luajnë rol kyç në ruajtjen dhe transmetimin e kulturës, historisë, të dokëve, të zakonave, të traditës. Sipas statistikave, kena variacione të ndryshme të lexuarit, se këta studime, numrin e njerëzve që lexojnë libra me kënaqësi e shohin sikur ka rënë, por ka edhe studime të tjera që të numra e shohin edhe në rritje, sepse varet ku fokusohen, a vetëm tek libri fizik apo tek ai digital. Ka shumë nxënës që kanë prirje të fëmijë se lexojnë, por në zhvillimet e fundit i kanë distancuar drejtën pak a shumë. Ato faktorë që kanë ndiku në këtë distancim janë format e tjera të argëtimit, siç është televizori, filmat, lojrat, videot, interneti edhe libri digital, siç thash. Por ama librin fizik në gjykimin tim nuk ka asgjë që mundet ta zëvendësoj. Dhe kontakti me të për mua personalisht është një gjë shumë e shpejtë, që nuk më afron asnjëherë libri digital. Rritja e librave digital dhe audio, pra elektronik, kanë fituar popularitet dhe kanë ofruar shumë komoditet dhe aksesueshmëri dhe një gjë pozitive, nëse nuk e përkthejmë në një tendencë të vazhdueshme këtë gjë. Pëlqen kur në një punë gjatë kohës së pandemisë ishte thirrje që t'ia një nxënësit me lexu, ishte sfidë shumë e madhe pas bë audiolibrin, është një seri librash që e ka bërë profesoresh në Shkodër dhe ai target group fëmijësh pas më thoshte gjithmonë që ne s'kena prek ndonjëherë libër me dorë, por fakti që ishte ai komoditet me një gjuhë komplet librin e lexuar, na bëni që ne të lexojmë të dimë pra se çfarë shkruhet në kryeveprat botërore. Gjithashtu do ta shohim edhe komunitetin e leximit dhe klubet e librit që janë aktive në shkolla, ngrihen klubet e leximit. Edhe brenda klasës ka klube leximit, cilat vazhdojnë të jenë mjaft aktive. Unë sot në shkollën ku punoj kam pas një aktivitet ishte shumë i thjeshtë, por shumë i këndshëm, sepse u gërshëtu bukur me leximin e pjesëve kryesore nga autor të preferuar, pra jo të diktu, por nga preferuar, dhe ajo çka pash është fakti që në këtë formë pra u lexu dhe u njohen shumë autor, jo vetëm përqendrimi tek një.
Po, do të shohim që libri vazhdon të vlerësohet si burim i rëndësishëm i kulturës, pjesë dhe argëtimit. Pa qenë i nënshtruar apo pa mbetur skllav, nëse po themi, i librit digjital. Faleminderit zonja Angelina. Zonja Prenda, Po. a ndihmohet apo dëmtohet libri fizik nga leximi elektronik sot? A do të na flisni disa fjalë edhe pas kësaj teme? Është normale që libri fizik dëmtohet nga libri fizik dëmtohet nga librat nga leximi elektronik, sepse po të lexohet një libër në formë elektronike do ishte pozitive. Por faktikisht leximi elektronik nuk po shkon tek librat, pasi rrjetet sociale në të vërtetë po e bëjnë punën e tyre degraduese. Dhe për këtë efekt libri fizik e ka psuat dëmtimin e tij. Pra unë nuk kam një qasje në informacion specifike në kohë reale mbi ndikimin e menjëhershëm të leximit elektronik sot. Megjithatë, mund të ndaj disa perspektiva të përgjithshme mbi këtë çështje bazuar në njohuritë mjaft të përgjithshme. Si mund të ndihmohet libri fizik nga leximi elektronik? Zbulimi dhe promovimi, platformat digjitale, mediat sociale mund të ndihmojnë në zbulimin e autorëve dhe librave të rinj, duke krijuar një interes që më pas mund të shohej në blerjen e kopjeve fizike. Pyetja mbetet, a blihen librat? A lexohen ato? Jo. Unë jam shumë dyshuese, për çka se ne jemi të prirur për të dhënë gjithmonë ato, për të thënë më të mirën në mënyrë sipërfaqësore, por të shkosh në librari dhe biblioteka, dhe të shikosh se sa libra brenda një muaji janë shit në librari, apo sa njerëz e kanë frekuentuar bibliotekën për një muaj, është trishtuese. Po të flasim për shifra reale, ndërsa për të bërë të shefen, ne mund të flasim sipas dëshirave pastaj. Megjithatë në ditën botërore të librit nuk kemi se si të themi ndryshe përveç se gjërat janë pozitive. Marketingu i synuar, reklamat online, mund t'i drejtohen lexuesve specifik duke rritur ndërgjegjësimin për titujt veçantë, duke nxitur shitjet e librave fizik. Rishikimet e rekomandimet, leximet dhe diskutimet online mund të ndikojnë në vendimet e blerjes dhe krijojnë një komunitet rreth librave fizik. Pra botimet specifike. Suksesi një libri në format elektronik mund të çojë në botime fizike me tërheqëse si edicione, koleksionesh ose ilustrime, si mund të dëmtohet libri fizik nga leximi elektronik. Konkurenca për vëmendje. Pra librat elektronik ofrojnë një alternativë të lehtë dhe të menjëhershme, duke konkuruar me librat fizik për kohën dhe parat e lexuesve. Çmimet më të ulta. Librat elektronik shpesh shiten me çmime më të ulta se librat fizik, duke ndikuar në vlerën e perceptuar të formatit fizik. Komoditeti dhe portabiliteti. Lexuesit elektronik mund të mbajnë qindra libra në një pajisje të vetme, duke bërë më të lehtë, më praktik leximin digital. Cilat janë shqetësimet mjedisore? Paradoksalisht, ndërsa librat elektronik shpesh promovohen si më miqësor ndaj mjedisit, prodhimi e hedhja e pajisjeve elektronike gjithashtu ka ndikimin e vet mjedisor. Është e vështirë të thuhet me siguri nëse leximi elektronik e ndihmon apo e dëmton më shumë librin fizik sot, dhe duket se ekziston edhe një marrëdhënie komplekse dhe mjaft dinamike, sepse leximi elektronik mund të shërbejë si një mjet për zbulim dhe promovim, por gjithashtu konkuron drejt për drejt me librin fizik për lexuesit. Dhe ardhmja e librit fizik mund të varet nga varësia e tij për të përshtatur dhe për të ofruar një vlerë të shtuar që shkon përtej thjesht leximit të tekstit, siç janë dizajni i bukur, ndjesia prekshme dhe koleksionimi.
Po, zot Gzim? Faleminderit zënë Prenda, mua do të më falni edhe 2-3 minuta dhe pastaj do të vazhdojmë me bllokun tjetër, por do të rikthehem tek regjepqosja sërish dhe tek testamenti i tij, pra që unë e kam përpara këtu dhe është e publikuar. Pra, një letër përfundim, po e ndaj me ju si dëshmi e fjalës së tij, duke respektuar amanetin që më është besuar, Valjeti. Nipit tim Valjetit, i cili ju kujdes për jetën time dhe prej të cilit kërkoj të kujdeset edhe për varrosin tim. Me qenë se e kam jetuar duke besuar në mendim shkencor, në ngritjen shpirtërore e në përparim shoqëror që e bën të mundshme ai, dua të jemi varrosur pa ritual fetar. Me qenë se kam jetuar dhe menduar në pjesën më të madhe të kohës duke shprehur pikpamje kritike ndaj sunimtarëve e pushteteve të tyre, dua të jemi varrosur pa kurfar pranie zyrtare. Varrimin tim dua ta bëj vetëm me familjarët e mi. Me qenë se jam kujdesur të jetoj thjesht, ashtu thjesht duhet jem edhe i varrosur. Pa fjalime, pa medje, pa lule afër varrit të gruas sime shpresës. Vdesi qeti. Me qenë se jetën krijimtarin mendore dhe veprimtarin politike ja kam kushtuar lirisë, bashkimit dhe mirëqenies demokratike të popullit shqiptar, mund të them se as Shqipëria shtetërore as Kosovës, së sot me të ardhshme të tyre, nuk u kam mbetur borxh. Në qoftë se Kosova më ka mbetur borxh mua, këtë do të mund të thonë historianët e ardhshëm të letërsisë, të kulturës dhe të mendimit politik shqiptar. Nuk mendoj se vdes pas një mëkat. Me qenë se jam rritur, kam jetuar, kam punuar në kushte politike shoqërore, që edhe pas shtlirimit Kosovës e të krijimit të shtetit të saj, ishin shumë të vrazhta. Nuk mund të them se mos pajtimet e mia të shprehura ishin gjithnjë të liruar prej disa gjykimeve e vlerësimeve më të ashpra se çdo duaj. Megjithatë, varrosen e presi bindur se kam jetuar, krijuar e vepruar duke bërë mirë, duke predikuar të mirën, duke përhapur njerëzillokun. Këto mendime i shkrova duke qenë i vetëdijshëm dhe mendjeqar. Gjyshi yt, Valjet, regjepqosja, në nënshkrimi, Prishtinë, 30/4/2016. Edhe njeri përjet shumë kujtime dhe lavdi veprës së regjepqosjes. Zënë Prenda, kalojmë tani në bllokun e leximit të poezive për ditën botërore të poezisë dhe ju mund të vazhdoni apo Po janë rravën kolegës tonë mirë. Po mirë. Si të vogla. Atëherë këtë blok leximi shumë do ta filloj një autor që e kam fort për zemër, shumë i ditur, erudit do të thoja, por jo shumë i publikuar apo jo shumë i njohur nga masa e gjerë. Dhe ky është Primož Llako. Me veprën e tij Lule Nate, kam përzgjedh poezinë verore. Det i thjesht, vale kulluet, lëvizje përjetshme, syprin e valzuar prej vale shepshore, fund i valzuar si virgjina mshore, notar në largësi, diell në mungit, sepse i nalt, pak erë, shumë, u hi erë mbi lëkurën kundërtare, që di me shquaj gurt në përanë. Një metaforë gjallë e ndjesive të brendshme të poetit na vjen përmes detit, valeve dhe lëvizjeve që sipas tij të përjetshme. Dhe këto simbole det, val, lëvizje të përhershme i ka përthen me erë, herë me pak erë dhe herë me shumë erë. Vazhdo zë Prena, e kena një me një. Jo, vazhdo, s'ka problem. Mirë, po vazhdo jonë.
Do ta vazhdoj leximin në ditën botërore të librit prapë me një poet shqiptar. Ky është ndosgjetja. Ky është për mu poeti i ritmave të shpirtit. Ky është për mu poeti i thellësive të zemrës. Vërtet shumë. Angelina, Faleminderit vërtet që e sove. ne nuk po e quajmë lokalizëm, sepse keni zgjedhë vërtet vlera. Pikërisht nuk ndalim fare se për mu s'ka vlera, ka linë India, ka linë Jo, e thash me humor, me ton humori e thash. Po, është koincidencë dhe preferenca, sepse unë jam mjeditore, jam veriore, gjuha atyre më përshtatet edhe shumë më mirë, sepse unë i du fort dialektet, i du fort të formet apo në dialektet, sepse vetëm duke përdor këto mund nxjerrim pasurinë thelbësore që ka gjuha jonë, po nuk ndalim tek vetëm si anterior. Ishte është një përzgjedhje sipas vlerave që unë mendoj që ato i kanë. Dhe nga ndosgjetja do të marr poezi në ëndër. Mjaft ndete më shtyrë këtu në barë, mjaft u puse më udham për këdhelje. Eja të hipim bjerë të barë, edhe të ikim nga kjo planete. Do të zpresim në planetin më të afërt, në prishpun si është atë zënë. Atje do të lindim dy binjak, fjalë yll e një vajzë hanë. Le të jetë planeti pa një frymor, të ketë veç ujra pyetje lëndina, në puthjet tona do të krijojmë një popull të madh sa Kina. Ndoli Kina këtu. Na duhen geografit. Njëhet të zgjetjave si poeti i trajtave dhe relieve gjeografike shpirtërore. Ka përdorur një metaforën e një madhësie pra të dimensionit të popullsisë kineze, pra në atë formë e ka përdorur metaforën pra. E ka përdorur vetëm si metaforë, jo. Jo, në gjitha poezitë e tij njihet aspekti gjeografik, është shumë i evident. Atëherë po shkojmë në Vlorë. Aty Bregdetit, pasi kemi një poete, profesoresh Shpresa Fundo Gjergji. E përshëndesim në zonë shpresë. Përshëndesim vërtet. Urojmë në ditën botërore. Fjalëve të poetit. Poeti fjalës të ëndrave për të ringjindur. Skutave të fjalës shkërmoj zëra shpirti si fëmijë. Rendi trazuar kur hiqet gripa pritur, zbulon në kurdisin orët e mundës së tij. Me to, derdhë lavë vulkani e dallë, dhe unë orvatem të ngjaj sa do pak, zgjohem e ngrysem kur fjalët më të rasin si muze ardh, e bëhem si ajguri që pikon plak. Vallëzimi i librave. Librat e kapaket e tyre me ngjyra. Aty te krahti mbledhur një ditë, çuditën me nonën time me syza, fjaloseshin e tregonin historitë. Ka pak kuqi i thoshte nënës time, e mban mend kur më pate lexuar dikur, unë të tregoja udhën të shtigje, ti doje të dije historinë për çdo burr. Ajo fshin të pluhrat, duke i ledhatuar, si në përfesta ato hapnin kapaket me ngjyra, gjithçka që kujton të brënda tyre shkruat, vallëzonin memorien e saj të çmuara. Nuk mund t'i ndante as t'i ndalte, fjalë legjenda, histori të trishta e të ëmbla, sa herë kishte kërkuar në ato rafte, ato vallëzonin ndërëndrat të çmendura. Çudite shau e vogël, sa shumë nona ime i donte. Kërkonte të milinte kujtim një ditë. Tani jam më rritur, nuk jam më foshnjë. Vallëzimin e tyre edhe unë e ndjej.
në shpirt. Ajo në fakt na ka sjellë 3 poezi, do ja plotësoj dëshirën duke i lexuar edhe poezinë e saj të fundit me gjuhën e gjysherve flas. Me gjuhën e gjysherve flas. Më shoqëron shqipen dy krenare në flamur, rrjedh në çdo zemër shqiptari zjarre flak, atje ku historia shkruhet edhe në hur. Zemra shqiptare rreth fort për të, buzuku e bardhin ala në manet. E shenjtë kjo gjuhë në çdo tingëse, është gjuhë shqiponjash, që sfilton rrufet. O shqipja jone e bukur si dritë, o shqipja mbi flamurin e kuq, gjuhë e brezave që epokat i ktheve në sfidë, gjuhë e fëmijëve që të ardhmen në përkund. Toka jon, o tokë e shenjtë, me mal e lugje me diell e dritë, gjuhët e kombit s'ka gjë më të shtrenjtë, çdo gjurmë të parve, thërët e të lirët. Si pesar dashurie, që shpirtin ta djeg, amaneti më i çmuar i kombit shqiptar, trashëgim që ndër shekuj na përvjek, është gjuhë e nënës. Për të jemi krenar, në çdo fjalë kemi shpirtin, në çdo varg të shkruar diturin, kujtimet në shqip sjellin gëzimin, edhe vajin në vështjell me dashurinë. Shqipja e përjetshme në shekuj, e kaluar atë ke ardhmja vjen, amaneti se pareve i hekurt, gjurmë që historia flet me ndjen. Gjuha dhe kombi, s'ka gjë më të shtrenjtë, çdo gjurmë të parve, thërret e të lirët. Presa Fundo Gjergji. Faleminderit, zënë Shpresa. Vërtet të përshëndesim e urojmë gëzuar ditën botërore të librit. Fjala për ju. Angelina? Atë filla unë. Po. Unë nuk kam plan të lexoj poezi, sepse jam keq me fytin dhe dua të kursehem te pikë. Edhe unë si jam shumë e intonume, po unë di t'i kuptoj dhe t'i argumentoj poezi, se shumë e intonume si jam. Atëherë, nga veriu i Shqipërisë të shkoj në zemrën e Moskës, tek Alexander Blok, ndër poetët e mi lirik të preferuar, sepse ka pak fjalë, shumë kuptime dhe shumë më shumë nën kuptime brenda aty në fjalëve dhe rreshtave që ka. Është poeti i ndjesive të holla, është poeti i një zemre të madhe që është rinë përpara botës për tregu se kush ishte ai në të vërtetë, por më së shumti për tregu se çfarë ai do të donte që të ishte dhe si të ishte. Do marr poezinë Shpresa. Nga shpresa ku do të heqësh dorë o shpirt, pranvera fort po lodhe. Ka pas një derë shtert i borës që ndërohet. Dhe kur një mik e pas e lash, humba në hije në qetësi, po dikë tjetër pranë e pash dhe ditë e re më fton sërish. Si mjegullnaj lartë e ngrita, çka zjen në gjokse dhe kudo, ti mos këndo më, Margarita, në zemrën time, mos vështro. Faleminderit. Alma Gjeda i Shkuza. Nëse s'të vjen keq zë Shprena, se du me qenë pak lokaliste nga cepët e botës, kam zgjedhur edhe një nga Majakovski, prapë edhe dhe ishte koincidencë. Dy nga veriu i Shqipërisë dhe dy nga Moska. A ta lexoj unë para? Po patjetër, po merakes, pak kam. Atëherë, kam zgjedh poezinë Dashuroj. Zakonisht kështu, çdo të lindurin nga një gruaje i lejohet apuria, por midis punëve të ardhurave të tjera, çdo ditë thahet terreni i zemrës. Mbi zemrë është veshur trupi, mbi trup këmisha, dhe si ti mos mjaftonte kjo, një idiot të tillë ka bërë edhe mansheta, dhe gjopsi në këmishës mami donë të ngrirë. Në prag të pleqërisë, po mi befas për pleqërinë. Gruaja lyhet,
burrit unë krahet si një molli me tot miler, por është vonë, lëkura rrudhat shumon, dashuria luzon pak, dhe prodhoset sa kaq. Po zi shprena se për tematika poezisht kena diskutu bashkë, s'ke qefmi. Në varë se do të shkruaj, thot Alma Gjela Shkoza dhe i përshëndesim për ditën botërore të poezisë, mikën tonë poete. Në vargje do të shkruaj. Ngrihem në mëngjes, veç për ty mendoj. Lirin më të bukur, dua ta shpletoj. Në mendje se ç'bluaj, në zemër se shndjej, disa vargje do t'i shkruaj në të bardhën fletë të mbet. Me lapsin në dorë, të bukrat shkronja reshtova, shkronja se që mu vazhduan dhe ashtu vazhdova t'i shpletoja. Shëndjenj të bukur është, ta ndjesh e të shkruash poezi, me vargjet më të ëmbla, të dhurosh dashuri. Në vargje mia të puthi, pranvera, nga e bukra dashuri, si deti qetë, kur bulevardha në tonë, yjet natën bukur ndryshojnë, nga librat mësova të shkruaj e të zoj, dashurinë e ëndrave në poezi të përjetoj. Alma Gjelaj Shkoza. Faleminderit Alma për poezinë e këndshme që na e ke dërguar. Hasina Ramadani na e sjell një poezi nga i vllai i saj i ndjer dhe titullohet Pritja. Është shkruar në 8/3/1969. Prita. Prita dhe shumë më prita, dëshmitar është floku i mirëtinjur, e për këtë pritje të gjatë. E ti sedhe as për të na i lagur buzët, vetëm me një puthje. Ti sedhe as për të rëshuar një shikim të fshetë, mbi këto rrugë të pluhurosura, mbi këta gurë që tingëllojnë ashpër, kur këmba jonë e lodhur shkel, o ti sedhe as për të qetësuar fëmijët, që qajnë ditë e natë për ty, për gjirin tëndë, malsore, me tëmbët finish. Po veniten ato shpresa varur në lista ka herë. E sytë shterur me lotin e dhimbjes, sigurat e veshkëve të thata për ujin e ditëve të verës. Tanim, asgjë nuk dëgjohet, vetëm heshtje gjithkund rreth meje. Oh, jo, nuk pajtohem me vdekjen, para se të vishti, së paku edhe një herë, dhe t'i pusja të buzë të këndshme. O, si jeta ati të varfrit, ati fqinjit tim që kur s'di të ankohet për bukë. Selim Ramadan. Do shkojmë tek Miranda Troci Derti në libër. Të pa kohëve, të pa udhës gjej shteg të ikë. Kalojnë kokat e kohës, e ndryshoj njerëzia, si një lypsaru e nda në ëndrat e harresës, në dyert e Zotit të dashtë, o përgjigj koha dhe likësia, si të mbjellësh farë në përshkret të tira. Pije shkallë për për shpirtin se arnojët, në të idhë të atkore të thara, që koha min myku palë në shirë, plus koj damarët dhe kockat por më kotë, pa kove, të pa udhës, që ishtë të t'ju ikë. Provoj të pëspoj të ri, të pa kove, të pa udhë dhe ju shmangëm. Shtektimin tim jo kur, s'ka hende. Sigurisht, spektatorët e mi, duar trokis një veprat e fjalet, gangot e gotave që kërhasin e psh. Prizë dhe hjenash që flejnë mbi ëndrat e shkretuar.
gërmitar skuta shbrejnë kore fjalsh, shejtan pudrash, ndotin uj, bërbulljar. Misterin e urrejtjes, që s'ka kur të ndaluar, gërcitjeve të cekta stajnë kur frajnja të lësi, të këputin kur fillin që thurë mirësi, e korja mbjellkeqes nges në nyje e zofan, zhvirojnë të gjenë shtek, sa do ju ri, sa do ju rilat. Miranda Troci Deti. Faleminderit Miranda për këto vargje kaq të bukura, kaq të ndjera, si gjithmonë, gëzuar. Fjala për ty. Nga një shëtitje veri Shqipërisë, Moskë, tani të the prapë në veri, por pikërisht në Lezhë, tek një libër që unë mërë pak të mora për herë të parë në Lutenia dhe sa pash kopertinën, më ngjasoj me femën e gjuhëve dhe më pëlqej shumë duke u nis vetëm nga kopertina. Dhe kisha qejf që ta mbyll leximin me një poezi të Brenda Sejdiut, sepse unë i du fort fakto vepra që u flasin gjatë të vogla, cilat përbajnë një jetën tonë përditshme. Dhe sidomos kur kanë të bajnë me vendin, si ta banë kur kanë të bajnë me vendin si etni. Dhe titulli i poezisë është Etnia ime në vargje. Me mall dua ta freskoj mallin që kam për ty. Kjo jetje e athët me flet mes fjalësh, dhimbja më shoqëron monologun e kohës. Pse heshtin hapa gjatë kësaj largësie? Ndonë se më ndriqon udhën ditën e emrit tënd e dhimbje. Me lehtëson mbi plagën e rihapur, babai im. Dua të udhëtoj me agën e ëndrat. Në mund të freskoj lotin me kujtime, që ndisen si eshka për jetimet të përmallta, që shkrumbi përvelon vargun. Kullë vjetër të gjyshërve mbush dritë, e zbardhën e prani për t'u ashuar atë mall, tek unë mbollë etje të reja, teksa në dheun e përënduar do bësesh dekada të engjëll për jetësie. O engjëll i meri i kullës fildisht, o afshim mallin me pranin tënde, se sofra unë mbush plot dritë, djej e paraj su bëth për ju etnia ime, se Shqiponjat nuk e harojnë folenin. Shumë faleminderit. Zënë Angelina, faleminderit shumë. Në fakt, më ngjasoj pak me një tregim që kam lexu nga Gzima i Gera i Mrami që të lexu për kaldrëmi që fliste. Do me thëmë thjesht ndryshojnë ndërkohë. Po. Ka jo shkruar para itesh e ke. Faleminderit, shumë faleminderit. Do lexoj një poezi të Gëzima i Gerajt, pastaj për të kaluar tek një poeti e re. Poetët. Në mendimin kur rrënjët pinë errësirën e qenies, poetët nuk lindin, ata shpërbëhen në heshtje, si yje të shuar në xhirin e asgjës. Nga kafka e mbushur me jargona të padukshme, rreth një muze të thyer si një pasqyrë, që reflekton të padukshme dhe shndërron në plagë të lexueshme. Ata nuk flen, jo se nata është e gjatë, por sepse koha i përtyp, si një perëndi e verbër që ushqehet me vedije në çdo sekondë të zgjatur, një univers i vogël rrëzohet brenda tyre. Fjala, ajo nuk është më fjalë, por një simbol i kryqëzuar mbi heshtje, një trup i varur midis kuptimit dhe humbjes, ata e përdredhin si një gjarë për të lashtë, në shëllum nga vargjesh që nuk kërkojnë shpëtim, por vetëm dëshmi të ekzistencës. Në pemën e gjuhës, ata nuk zgjedhin fritet,
Ata shpullin rënjet, aty ku dhimbja është ende pa përkryer, aty ku vetdia është një humner që sheh veten duke rënë. Fleta e varë nuk është më tokë, por një varriheshtër ku mbillen klitma, ku çdo dërmë është një eshtër i vogël e ndjerr nga brendësia e shpirtit. Dhe kur vargu ndizet, nuk është dritë, por një iluzion i ndriçimit, një mashtrim i bukur që fshehe errësirën, më thellë se vetë fjala, sepse poetët nuk shkruajnë për të kuptuar butën, por për ta humbur atë në një labirint ku çdo dalje është një hyrje tjetër në misterin. Faleminderit zëna Trana. Faleminderit ju. Fuqia e lutjes duat marrë borxhin tek Anxhelina Pecaj. Në fakt, që kur e kam njohur Anxhelinën, çuditërisht kam thënë kjo grua do jetë një grua e zgjuar. Pasi nën petkun që mbante veshur kishte një botë shumë të madhe, madje të larmishme që shpesh njeriu nuk e kupton veten se kush është. Sepse nuk e vlerëson tek vetja. Është mësuar gjithmonë të vlerësojë të tjerët, por ndodh edhe ajo kundërta që dikush tjetër zbulon se kush je. Fuqia e lutjes, thot Anxhelina, në amullinë e notës, ku mendja bëhet det, lutësia i në heshtje që zhurmën e pret. Nuk është kërkesa as fjalë thurur prej mirimit, ajo pikë takimit mes pluhurit dhe amshimit. Në fakt se di shumë mirë se kësaj pëlqejnë goxharimat. Kur dita atë deh me dritën e saj rreme, lutu ti shpëtosh çdo prapësie apo skeme. Pikërisht aty, mes njerëzve, ku identiteti tjetërsohet, lutu që për thama brenda teje kur të mos dorëzohet, sepse i tillë është poetja. Kur loti të rrjedh si dëshmi e vrishtësisë, mos shih thjesht dhimbjen, por fillin e udhësisë. Se lutja s'është streh për të ikur nga realiteti, është busulla e mbetur kur të mbyt vullneti. Nëse fjalët shterojnë dhe konceptet s'ka në më vlerë, lut me heshtje se ajo flet gjuhën më të ndjerë. Nuk është humbi të rruge, as kthim në të vjetrën, është zhvendosja e egos për të gjetur të vërtetën. Vargjes shumë të bukura, shumë të bukura. Adheu është trualli, thotë Anxhelina, adheu nuk është truall, as buri ftoft në rrez, është harta e padukshme që mbajmë në kraharor. Një ritëm i lashtë që rreh në çdo qeliz, si një jehon kohe që s'djeg ligj njerëzor, që s'njeh ligj njerëzor. Ti thua, në ty gjej veten, e vërteta aty flen. Njeriu pa rënd, është thjesht një hije në erë, adheu pika e rëndesës që na mban në këmbë, në bota bëhet e huaj, jeta kthehet vrerë. Nuk është malli për rrugët, as për ujin e ftohtë. Është etja për identitetin që vetëm ai ta fal, një gëzim i furishëm që s'ka nevojë për botë, një frym që të ngop, kur çdo zë tjetër është ndalë. Edhe kur je vetëm, ti je një ushtrim e vete, se mbart brenda male, lumen dhe një histori. Adheu është dialogu i ty brendshëm, i thua vetes, u bëra dhe rish. Anxhelina Pecaj. Të lexojmë edhe të fundit, pasqyra e amësimit. Ti nuk erdhe nga unë, por përmes meje kalove, si një rreze që thyen errësirën kur jetova, mendova se bota ishte fundi rrugës ime, derisa syt e tu më bën të vjetra gjitha kujtimet. Nëse unë jam trupi, je liri,
Nëse unë jam pyetja, ti je shkëndia, të mbaj në tradën ndjej petë e pëtët, por jo, atë të rëndën, as të kotës. Ndjej peshë e dritës që se kisha njohur, një zjarë që djegë pa u lodhur, pa u ftohur. Më parë kisha emra për çdo ndjenje, çdo gur. Para teje, fjalor bësh, këm, u bë mur. Dashuria nuk është me folje, as premtimi kot. Është fryma jote që mban gjallë këtë botë. Me lërë të dua si dielli do tokën, pa kushte, pa mure, pa lodhur kokën. Ti je shëndria që zbriti në tokë. Për të më treguar ti, o Zot, të të shoh dhe sy, të mendoj, më dhe kokë. Angelina Peca. Faleminderit, Angelina, faleminderit Zakona. Vërtet vargje shumë të bukura, shumë të bukura. Vazhdojmë atje. Lexoj një poezi timen që unë e kam krijuar enkas për këtë ditë, i bie për ditën botërore të librit dhe titullohet Libri promotori pa dukshëm i kohës. Libri nuk është trup, është një lëvizje. Një pulsi mendimit që rreh për zemrës së autorit, një mekanizëm i heshtur që shtyn kohën të mos harrojë. Në fillim, ai ishte gur i rënd, si e vërteta që mbante i palevizshëm, si prika nga zhdukja, njeriu dhendi bitë jo vetëm fjalë, por një sfidë ndaj përkohshmërisë. Unë nuk dua të kaloj pa gjuhën, dhe kështu me mori formë, u bë materje e u bë rezistencë. Por guri nuk mjaftoi, sepse mendimi kërkon të lëviz. Dhe një ditë, ai shpërtheu në shumësi. U bë letër, u bë shtyp shkronjë, e u bë një erë që përhapej në mira duar. Një ide nuk ishte më një pikë, ishte një rjet. Libri u kthye në zjarr të shumëzuar, në një motor që nuk prodhonte vetëm dije, por dyshim. Dhe ndoshta, dyshimi është forma më e pastër e lirisë, sepse aty ku libri hin, autoriteti dridhet. Ai nuk është më arkiv i heshtur, por një provokim i vazhdueshëm, një pyetje që nuk lejon botën të flejë, e më pas ai u tërhoq brenda njeriut, si një dritë që nuk ndriçon në rrugët, por humnerat. Libri u bë pasqyrë, por jo për fytyrën, për brendësinë. Në faqet e tij, njeriu nuk kërkoi më historinë e kohës, e botës, por historinë e vetes, dhe zhvilloi diçka të rrezikshme, se universi më i thellë nuk është jashtë, por brenda. Por tani, libri po zhduket si trup. Ai nuk peshon më, nuk ka më erë, nuk ka më kufi, është dritë, është kod, është një rrjedh pa prekje, dhe motori i tij nuk është me pesha, por shpejtësia. Fjalët nuk udhtojnë më, ato shfaqen në një qast. Mendimi ka nga një mendje tjetër pa kaluar në përheshtje, por pikërisht këtu lind dyshimi i ri. A mund të ketë thellësi aty ku nuk ka banesë? Sepse mendimi i vërtet nuk është i shpejt, ai kërkon kohë për të bërë plagë, për të bërë kuptim. Dhe në këtë botë pa pritje ku gjithçka është më njëherë, rrezikojmë të humbasim atë që nuk mund të nxitohesh. Peshën e mendimit. Megjithatë, libri nuk zhduket, ai transformohet, sepse libri nuk është letër, as bojë, as ekran. Ai është një akt i njeriu që refuzon të jetë vetëm trup dhe zgjedh të bëhet kuptim. Nga gurit e drita, nga peshat e shpejtësia, ai mbetet i njëjti motori pa dukshëm që lëviz ndërgjegjen, dhe për sa kohë ekziston një fjali që pret të kuptohet, një mendje që udhëton të libri nuk ka vdekur. Ai vetëm ka ndrruar formë, si çdo gjë që kërkon të mbijetojë përjetësisht, sepse në fund shenjtëria e librit nuk ishte në trupin e tij, por në aktin e leximit. Në atë rast të rrallë,
kur një mendje takon një tjetër dhe bota për një moment bëhet më e thellë. Brenda sut. Faleminderit se na pranon. E komfort, se gjithë të vargje nuk janë të lehtë dhe qoftë me radhit në kompjuter. Në fakt, nuk e i folë për ditë na janë bërë rutinë. Për ta mbyllur nga unë personte, do lexoj nga Lulet e Skeqes, Baudelaire, një poezi. Të verbrit. Kundroj o shpirtin, janë vërtet të neverimsheve. Unë gjajnë manekinve, tmerësisht qesharak. Me globet e tyre të rësirës, që i gjezdisin ashtë gjatë, ashtu të çuditshëm si samnamlubet e të frikshëm. Ata sy, prej ku shkëndia hynore është të mërguar, e që sikur shohin diku larg në qiell rrinë ngulur, kur si sheh drejt kaldranit duke ulur, shpesh ashtu mendueshëm kokën e rënduar. Kështu ata përshkojnë errësirën e pakon, të pajut. Këtë vlla të heshtjes tyre të përjetshëm, më shiko, o qytet. Ti, që kudo për rreth të ndonë, qesh e bën shpëti. Duke shpën kënaqësin gjerë në mizori, më tethshëm se ata, tek hy dhe unë në vorbullën që ti ndjell, por duke thënë, vallë këta të verdhër, që kërkojnë në qiell? Një poezi shumë e thellë, pothuajse hermetizëm, që nuk bëhet fjalë për njerëzit që janë sakat, por ata që kanë mendjen sakate. Që unë gjatë njerëzve të sotëm. Faleminderit zonja Brenda, ne do ishim lutë që edhe krijuesit tanë të marrin këto mësime, që nivelin e poezisë ta ngrisin, sepse jo gjithçka mund të jetë poezi, mund të jetë përzjatje, por do të synohet gjithmonë në ngritje të vlerave dhe në marrje të shembujve të simboleve, sepse jo të gjithë krijuesit mund të jenë të barabartë. Pikërisht po e them të ditë të librit, pra jo të gjithë krijuesit mund të jenë të barabartë në nivele, por duhet të synojnë të gjithë nivelet, pra. Të gjithë synojnë nivelet dhe jo kur shkojmë në përtakime, dikush ka shkruar një poezi për herë të parë, del lexon dhe tjetri është 40 vite në letërsi dhe poeti ky, poeti ai, pra një krahasueshmëri e tmerrshme që të sikur të largon të ikësh këtyre takimeve, ke parasysh. Pra ne shqiptarët do të mësohemi që të marrim shembuj këta krijues dhe të ngrisim nivelin sa më lart, sa më thellë. Dhe jo të bëjmë përsjatje, hajde se po bëjmë një poezi, por të mendojmë mirë para se ta botojmë atë poezi, para se ta publikojmë atë poezi. Pata këtë thirrje sepse është më se e nevojshme tek ne. Po tek dhe megjithse thash do ta mbyllim. Po. Unë do u kërkoj nëse ka mundësi këtu, nëse ka mundësi edhe një të Sokolit. Nëse ke diku në Facebook apo diku, apo në libër diku. Më duket se në Facebook është një e publikuar dhe është shumë poezi e fuqishme. Po, gjithto, po këmë e gjithë tash ja. Ndoshta do gjej unë këtu. E gjeta, të pëlqedia mbi shpirtin dhe bishkën një alkin i amshinit. Po bukur, faleminderit shumë. Faleminderit Jusus. Në këtë altar bushti, ku koha thyhet si thundër mbi gur, vargu im nuk bajton, por thur dritën mbi një hije që s'perëndon. Ti baba, jetash më rënja që ushqen legjendën e bugjonit. Atje ku bjeshka merr frymë me mushkritit tua qelbra. Gati 8 vite, jo numër, por një sakrament i gjallë, një ure kurt,
mes dy botëve që komunikojmë përmes heshtjes. Më falë që desha të mbaj në kafazin e mallit tim toksor, kur ti kërkoje të shkriheshe me alkimin e parë me të rënjeve tona, atje ku hapa nuk peshojnë, por behen dritë e dijet. Ti ish ai që shtrydhët e ujin mbi shkëm për etjen e tjetrit. Një flemi heshtur në tempullin e përgjegjësisë njerëzore. Sot bisedat tona nuk bëhen më fjalë, por me rrahje shpirti, teksa ulem në spajtin tonë të vjetër, ku amshimi takon kujtesën. Nuk ka stacione pritjeje në kalendarin e përjetësisë, sepse ti nuk je larg, ti je vetë drita që filtron përmes vargut. Lutjet e mia janë vargoj ari që lidhin tokën në sferat e larta. Po ti, engjëll i rreth dhe i but, mban peshën e dritës, duke na lënë trashëgim besën e fjalës dhe nderin e emrit. Faleminderit, baba. Faleminderit zonja Pranda që më plotësuat për dëshirë, sepse janë pikërisht disa metafora aty brenda për brenda poezisë që më kanë tërheqë vazhdimisht dhe ishte kërkesa dhe pikërisht ajo arsyeja që unë u detyrova të kërkoj këtë poezi. Faleminderit shumë. Azem Shkreli. Në fakt, koli të poezit për librin e tij të dytë nuk ka shumë qef mja publiku, po ne e bëjmë nga njëherë shumë. Ishte kërkesë e imja, dhe ndonjëherë kemi drejtë dhe të kërkojmë ndonjë dëshirë që Shumë faleminderit. Nokturno për Zotën. Një zote ti ku ishe, kur ndarën shpend dhe qiellin. Ujin e ajrin t'i gozhduan, e këtu ku po t'amiza hekur. Të thanë lakmoshëlverin, ti është zog pas një këngë. Ti u bëre etjeve të timve, fishte kizi për krye kokave, i bukuri, i kreshpëruari, ku që zilë. Azem Shkreli. Faleminderit shumë, ndoshta ishte kjo edhe një dëshirë pa shprehur e imja, sepse Azemi dhe Aliu janë idol të mi. E di, guri pres me ditë, tres për ditë. Pra, pres me ditë, tres për ditë. Hedh gurin hapësirë, si zifi plak me mund. Prape hedh dhe hedh, vale i gjallë. Pres me ditë, tres për ditë. Hapësirë e hapësirë kërkon. Rënje lëshon në mundësi, në pamundësi, ernëm në tren. Hedh gurin në hapësirë, hapësirë qpon e qpon. Kohra e kohra për gjatë, dhe mundu si zipin plak. U podrimja. Dhe të fundit fare, Kapzinela, në katëtore, falem pak Prishtinë o zonjë. Falem pak Prishtinë o zonjë. Falem pak se du me shkue, në zemrët kam, për hek të boj, po dujeva. Zdo haru, po dujevo shoqe tjera, që si ti janë bra e ferë, du me ura një herë të tjera, me u dhënë dorën, sot ashtë nerë. Me u dhënë dorën me i kujtue, fjalë të mira për më thanë, pas ka etjen që u ashue me ngushtu, për të zëzën gjanë. Abdi Neda. Ka lënë poezit bukura Xhiu në dorëshkrimet e veta dhe kanë bërë mirë zotëri Petrit Palushi që ato i kanë mbledhur shumicën e tyre dhe i ka sjellë nëpër libra. Unë e adhuroj poezinë e tij dhe edhe rimën, pra e përdor bukur rimën në poezitë e tij. Dhe ka poezi të shkëlqyeshme. Besoj që dhe nga dalë tani. Është mirë që të shkojmë drejt fundit, zonja Pranda, sepse unë edhe ndihem edhe pak i lodhën, por
sigurisht duhet t'i lexojmë pra mesazhet, nëse kemi mesazhe dhe pëlqimet që na kanë për ndëgjuesit tanë që na kanë ndjekur, që mos të ngelemi bord dhe të shkojmë drejt mbylljes së emisionit. Përzemërsisht falenderime për secilin prej jush që keni pëlqyer në komentet tona. Keni pëlqyer në statuset tona, keni dërguar komente, keni dërguar urime, keni qenë prezent, për ju që keni dëgjuar në heshtje. Paqe vetëm të mira e suksese e urime çdo shkrimtari po. Gëzim Ajgera, Ylke Shala, Elsa Trebicka, Mirvete Elmazi Mehmeti, Mirsa Dalogu, Mrika Flora Morani, Flori Shkoza, Shpresa Fundo Gjergji, Ildije Gjemali, Fat Bartaqelaj, ambasador Mehmet Shala, Majun Osmanaj, Drita Meshi, Manushache, Hoxha Lachi, Miranda Thocideti, Laureta Malaj, Pukarita, Sabajet Elezi, Agetina Qehajaj, Bianca Dushaj, Fatmira Limani, Ajredin Shala, Brek Shkoza, Almajile Shkoza dhe Nikoleta Kolçinaku. Paqe shëndet e mbarësi ju e familjarë tuaj. Faleminderit për pëlqimet. Ambasador Mehmet Shala, urime dhe suksese, respekt. Pukarita, Miranda Trocidet për që ju uroj suksese, Shpresa Fundo Gjergji. Respekt pa fund për ju, drejtues të Radio Sibilat e Veriut, falenderit, do jem pjesë patjetër me kënaqësi dhe suksese. Shumë falenderit profesore, je e mrekullueshme si gjithmonë. Almajela Shkoza, urime dhe suksese. Respekt pa fund, gjithashtu dhe për ju mike. Agetina Xhehaja, urime e mia, suksese, respekt për të gjithë ju. Mirvete Elmazi Mehmeti, suksese. Ramadani, suksese, Radio Sibilat e Veriut. Fatmira Limani, urime suksese, respekt për faqësuesve letrarë me krijim detyrë dhe stafit drejtues të radios. Ildije Gjemali, shumë urime. Boris Ildia Shkoza, suksese për ju, urime për emisionin. Sabajet Elezi, suksese. Majun Osmanaj, urime dita botërore e librit dhe Laureta Malaj, urimet më të mira për ju miqtë të radio të nderuar. Është kënaqësi të jemi pjesë në Radio Sibilat e Veriut. Ku shpalosen në vlera arti, respekt për ju. Respekt, falenderimet për zemrata për secilin prej jush që keni komentuar, pëlqyer e kështu me radhë. Jeni të mrekullueshëm. Paulin Gjergji, Smegeras. Në del kë vesh më futën kompjuter. Jo, ndoshta duhet mbyllje dhe rihapje e Facebookut për t'i aktualizuar ata që më shumë kanë pëlqyer. Po na mbetën gjithmonë të mbetemi bërë shikuesve tanë, pra sepse është problematik pak të mbledhem këtu. Janë në metaforën në faqen time, tek ju, në faqen Sibilave. Gati e pamundshme të mbledhen gjithë në një faqe. Ja, përso. Atëherë, Fatmira Limani, urime suksese, respektues për emisionin e bukur, kulturor, letrar e artistik. Shumë faleminderit mike. Faleminderit që je gjithmonë prezent, gjithashtu Miranda Trocideti, gëzuar në botëror të librit, stafi Radio Sibilat e Veriut, suksese çdo varg shkruesi e botuesit, shumë urime. Gjithashtu të përshëndesim shumë fort mike, pashmira, shëndet e suksese. Falenderojmë për pëlqimet. Për Shkoza, Fatmira Limani, Sabajet Elezi, Lulieta Bushi, Laureta Malaj, Prandasej Paulin Gjergji, Prena Prendi, Zyra Ahmetaj. Faleminderit, respekt për ju, paqit mira e shëndet. Prena Prendi, mirë mbrëma Radio Sibilat e Veriut, urime për emisionin e përjetshëm kujtimi për të madhen Recep Qosja. Të falenderojmë me zë mike për komentin tuaj, por edhe për çfarë do që ju përcjellni me shumë ndjenjë për Recep Qosen, për të madhen e letërsisë shqipe. Laureta Malaj, mirë mbrëma miqtë e mi të radios dhe dëgjuesve anë mban botës, ku dëgjohet zëri ynë.
Gëzuar ditën botërore të librit, gjithë poetëve ju uroj një emision sa më të bukur. Paçi muz, paçi suksese, paçi shëndet, lumturi, krijime sa më të bukura për lexuesit tuaj në çdo ditë të vitit deri në ditën tjetër që ne do festojmë sërish ditën botërore të librit. Nga unë, natën e mirë, faleminderit Gzim për teknikën, faleminderit Likja jon për leximin e poezive aq bukur, për gjithçka që solle sonte ishte e mrekullueshme në këtë program. Një përshëndetje. E gjithë të mirat nga unë. Një përshëndetje edhe nga ju, Angelina. Sot në këtë ditë veçantë uroj të gjithë lexuesve që të kenë një dëshirë dhe një etje sa më të madhe për librin, për ta lexuar dhe për ta filluar së brendmi në kuptim dhe perceptim të asaj që transmeton librin vetvete. Ju uroj natën e mirë dhe mirë takoshim në emisione të tjera. Po miq të nderuar, dëgjuat edhe mesazhe, pra urojmë që pas sa më shumë të lexohet libri, të kuptohet ai edhe të impakti i tij të reflektojë edhe tek ju, pra tek vlerat tuaja, sepse sa më të lexuar që të jemi, aq edhe më të ditur e më të sjellshëm do të jemi, pra do të jemi edhe më të virtytshëm ndoshta, sepse do t'i kuptojmë dobësitë, do t'i kuptojmë të mirat e jetës që na ofron ajo, dhe libri ndoshta është drita e vetme më e shëndosh që neve na jep ato. Unë uroj që të keni kaluar bukur në këto mbrëmje me ne, nikosisht pra do i ngushëlloj edhe njerë familjen e të madhe të kombit të letërsisë shqiptare, Recep Qosjes, shpirti pas dritë në botën e përtejme, ndërsa për gjithë ata që janë për të ngushëlluar, u shpreh ngushëllimet e mia. Një mbrëmje të bukur dhe të qetë për ju të gjithë që na ndoqët. Natën e mirë. Natën e mirë.